رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله من قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شبابا قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله إذا ندرشم fillimisht falemndrojmë Allahun Azza wa Jall I cili na mundsoi që të ndëgjojmë fjalët e tij dhe lutim Allahun Azza wa Jall që nga feja e tij dhe nga mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të kemi dobi. Ne inshallah me emrin Allahut Azza wa Jall vazhdojmë të flasim mbi shenjat e Kiametit. E sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'i kalojmë disa shenja të vogla për të cilët kemi fol para Ramazanit, që t'i bashkangjitemi dhe të flasmi për shenjat e mëdhaja të Kiametit. Nga se shenjat e vogla të Kiametit janë të shumta, që mendoj se ndoshta edhe 200 derse nuk përfundojnë të flasmi mbi atë tematik. Për këtë arsye, siç kemi thonë në fillim kur folëm për shenjat e Kiametit, tham ne I bashkangjitemi me dietarëve të cilët thonë se shenjat e Kiametit janë të ndara në 4 lloje. 3 prej atinve prej shenjave të vogla, pra shenjat e vogla të Kiametit të cilët kanë ndodhur dhe nuk përsëriten më deri në ditën e gjykimit. Shenjat e dyta janë shenjat e Kiametit të vogla që përsëriten vazhdimisht deri para ditës së gjykimit. Dhe e treta shenjat e vogla të cilët ndodhin para ditës së gjykimit apo para shenjave të mëdhaja e disa prej tyre I bashkangjiten dalin bashkarisht me shenjat e mëdhaja të Kiametit. E ne sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'i bashkangjitemi grupit të tretë pasi që hallka kryesore që I lidh shenjat e vogla me shenjat e mëdhaja është dalja prezentimi një njeriut që quhet me emrin Mehdi apo me gallapin Mehdi. Pra ne do të flasmi për këtë shenjë prej shenjave të Kiametit që ka të bëjë me shenjat e mëdhaja të Kiametit. Derisa ti përfundojmë shenjat e mëdhaja të Kiametit, e pastaj do të rikthehemi shenjave të vogla të Kiametit. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul." Tha Allahu Azza wa Jall është ai I cili e din të fshehtën dhe s'ka mundësi askush ta din të fshehtën përpos
të dërguarve të Allahut, atyre që dëshiron Allahu Azza wa Jall të informon dhe t'i njofton me diçka të fshet. Pra të fshetën nuk e din askush pos Allahut Azza wa Jall, dhe prej të fsheftës së Allahut Azza wa Jall nuk ka mundësi të din as një krijes e Allahut përveç të dërguar e Allahut që i ka njoftu Allahu Azza wa Jall me hikmete dhe urtësi që kemi fol në fillim të këtire ligjeratave, se pse Allahu Azza wa Jall na ka informu në përmes pejgamberit Allah për disa shenja të kiamet. Pra ne i lejtojmë pra një shenjë të kiametit përgëzuese, përgdhelse për musliman. Transmeton Imam Muslimi Sahihun e tij nga Amr ibn Akhtab al-Ansari radiallahu anhu, tha një ditë prej ditëve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali sabah. Pasi që e fali namazin e sabah, u ngriq në mimber, majti ligjerat deri në drek. Tha pastaj zbriti prej mimberit, e fali namazin e drekës. Pastaj ligjeroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në kindi. Pastaj zbriti prej mimberit, tha e fali kindin, dhe pasi që e fali kindin prapu ngjit në mimber. Ligjeroi majti fjalim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa perëndoi diell. Tha Amr ibn Akhtab al-Ansari, tha më i ditur prej neve ka qenë atë ditë ai cili ka majt në men ma shumë. Tha çkan çfar ligjerate dhe çfar fjalimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaq të gjatë na i majti apo fol. Tha foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo sen që ka qenë ka ndodh dhe për atë që ka me ndodh. Tha më i ditur prej neve ma shumë atë ditë ka qenë ai i cili ka majt men ma shumë. Pra njëri prej atinve ishte Hudhaifa ibn Yaman radiallahu anhu, që prezentoi në këtë ligjerat. Nga ky fjalim argumentohen disa dietar se sa dë njëherë me zgjat hutbën nuk kanë prej bidatit, siç pretendon dhe mendon dokush. Nga se pejgamberi Allahut këtë fjalim të gjatë e mbajti gjatë tanë ditë. Pra do njëherë përjashtot, kur kërkon nevoja dhe kur muslimant i braktisin xhamit dhe nuk ndajnë kohë për të mësu dinin Allahut Azza wa Jall. Me rëndësi në kthejmë temën tonë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi dhe çka me ndodh deri ditën e gjykimit. Na përgëzoi me disa çështje dhe na tërheqi vërejtën për disa shenja që kanë me ndodh. Pra shenjat e kiametit janë dy lloj. Disa të mira përgëzuese që pejgamberi Allahut na njofton që ti bashkangjitemi dhe të gjindemi në to. Disa prej tyre janë prej shenjave të kiametit që na ka tërheq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërejtën që mos të gjindemi në atë. E treti lloj prej shenjave të kiametit që kanë ndryshu dietarë se pejgamberi Allahut e ka pas për gjëllim përgëzim, a ka qenë lavdrat apo nënçmim. Si për shembull, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti derisa njerëz të ndërtojnë ndërtesa të lartë. Pra ndërtimi i ndërtesave të lartë. Ka desh pejgamberi Allahut me ja tërheq vërejtën e ummetit që mos ta bojnë këta, apo thjesht ka para lajmëru pejgamberi Allahut se ka me ndodhë në këtë mënyrë, edhe ajo nuk është haram dhe ndaluar në islam. Ne do të flasmi kur për të flasmi për ndërtimin e ndërtesave të larta, me rëndësi në gjindemi pra një shenjë prej shenjave të kiametit që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walau lam yabqa min ad-dunya illa yawm, mos me met prej kësaj dunjas vetëm një ditë. Latawwal Allahu dhalika al-yawm, do të zgjatë Allahu qatë ditë derisa të dërgon një njeri prej familjes tim, që do të mbush dunjan me drejtësi,
sikur që është mbush me zullum. Pra tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e Mehdiut, apo kur të del Mehdiu, rruzulli toksor është i përmbushur për plot padrejtësi dhe errësira dhe armiqësi, përfras beteja dhe lufta të ndryshme në atë kohë, kur do del Imam Mehdiu, siç kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po para se të flasmi për këtë shenjë prej shenjave përgëzuese, njani prej nesh ndoshta pyet dhe thot, si mund ti komentojmë disa hadithe të pejgamberit Allahu që ka thonë Enes ibn Malik, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ven një ditë mas juve vetëm se ma i keq se asaj dite që ka kalu. Gjithashtu transmeton Abdullah Mesudi, i cili thot, gjeja është më e mirë se e sotit. E sotmja është më e mirë se e nesërmës. Pra si mund të komentohen këto hadithe të pejgamberit Allahu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ven një ditë pas jush vetëm se ma e keqe se kjo ditë që gjindeni në ta. Pra kështu vazhdimisht. Pa transmeton Zubair ibn Adi, i cili thot, jemi anku për padrejtësin e Haxhaxhit të Enes ibn Malik, e ai na ka porosit dhe ka thonë, bani sabër, bani durim, se nuk vjen një ditë pas jush apo pas ati vetëm ma e keqe dhe ma e të mërshme se kjo ditë që gjindeni në ta. Njani pyet për neve dhe thot, cilët janë kon ditët më të lumtura? Ditët e Omer ibn Abdulazizit që ka ardhë pas Haxhaxhit, apo ditët e Haxhax ibn Yusuf e Thaqafi? Normal se në kohën e Omer ibn Abdulazizit s'ka pas pa drejtësi derisa ka mor molli me një dikan që i ban pa drejtësi dikuj. Ka në drejtësis, di vite e gjizë të Omer ibn Abdulazizit kanë qenë më të drejta se sa ditët e Haxhax ibn Yusuf e Thaqafi. Pra si komentojnë këto hadithe dhe qish ka thonë pejgamberi Allahu, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Njerëz më të mirë, koha më e mirë, shekullit tim. Pastaj e qivion dhe treta, pastaj për hapat rrena dhe dëshmia e pa drejt dhe kështu me radhë. Komentin e bashkimin e këtij hadithe ka fol Imam Ibn Hibbani dhe Imam Ibn Hajar al-Asqalani dhe Sheikhul Albani rahimahumullahu xhamia. Këto kanë përpiqje të t'i bashkojnë këto hadithe dhe të japin një konkluz që duash ta kuptosh. Çka ka dasht me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se nuk ven një ditë pas jush vetëm ma e vështirë se dita ku gjindin ata. Përgjigja Ibn Hibbani dhe Ibn Hajar al-Asqalani fillimisht ka thonë se në përgjithësi nuk do të thotë se me një vend prej vendeve e mbizotëron drejtësia apo vite, disa vite me radhë përjashto. Nga se Hasan al-Basriu ka thonë, ka qenë gjithashtu i këtij mendimit se ditët që vijojnë janë ditët më të vështira se ditët që gjindin ato. Kur e kanë pyet për ngjarjen e Omer ibn Abdulazizit, krahasim me ditët e Haxhax ibn Yusuf e Thaqafiut, është përgjigj Hasan al-Basriu dhe ka thonë se këto kanë qenë vitet e frimorjes. Ka thonë po qëtër njerëz me morë frim rahat pak disa vite që mora atu mu pregadit për vitet të tmerrshme të cilët vinë. Pra erra sa të erësohet do e mos ka me dalë dritë. Kja është një përgjigje prej përgjigjeve që janë përgjigj dietar islam. Ibn Hajar al-Asqalani thot ndoshta ky hadith e ka për qëllim vetëm kohën e sahabëve. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shokët e mi janë garancë për umetin tim.
nëse vdesin shokët e mi, ummetit i ka nosen të lashët ka nuk i kujtoj. Fitnë dhe sprovët e ka plojnë ummetin tim nga nuk e paramendoj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është një përgjigje Ibn al-Hajar Asqalanit, që ka thonë se ke ka pas për qëllim sahabë, dhe normal se në kohën e Hajjajit ka pas ma shumë sahabe gjallë se në kohën e Omer ibn Abdulaziz. Pra si pas këti komentit, cila gjenerat dhe periudh ka qenë ma e mirë? A Hajjaj ibn Jusuf Thaqafiut, që ka pas sahabe ma shumë gjallë, apo koha e Omer ibn Abdulaziz? Normal se koha e Hajjaj ibn Jusuf Thaqafiut, me gjitha ta si që thot që i kalbonim, se gjdo hadith i përgjithshëm përcaktohet dhe veçohet nëse ka argument në ta. Thot ne kema disa hadithe që na përguzojnë se ditët që vijojnë janë më të mira se ditët që kanë kalu, si koha e Mehdiut dhe koha e Isa ibn Merjemit, që nuk shifet në ta jo besim dhe nuk ka në ta pa drejtësi. Pa si pas komentit që i kalbonit, po ashtu në fillir mirë thash Ibn Hibbanit dhe për kraket mendim Ibn Hajar al-Asqalani, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ditët që vijon janë më të vështira se ditët që kalojnë, përjashtim të ditëve që Allahu azza wa jall çon bereqet në to. Kjo është komenti më i saktë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se gjenerata dhe periudha më e mirë është koha ime, shekulli im, apo shekulli që vijon dhe 3 përjashtohet koha e Mehdiut dhe Isa ibn Merjem. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë me një hadith, methelu ummeti methelul matar, shembli ummetit tim është sikur shembli shiu. Nuk e din se pikët e para janë më të bereqetshme apo pikët e fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ummetin e vet e konsideron si ummeti sikur pikët e shiut. Më të dobishme pikët e shiut janë parët apo të mram. Pra ka mundësi dhe si zakonisht pikët e fundit të shiut janë më të bereqetshme se pikët e parë. Pa ata njoni prej neve thot, arashi i të ju nuk ra, vetëm disa pika kështu me radhë thot si e mo, kurse njoni thot, pikët e fundit ka ratën natën deri sa bajan natë. Këto pikët e fundit janë më të bereqetshme se pikët e parë. Pra pas ka mundësi që me arë një periudhë ma e dobishme dhe ma e mirë se sa gjenerata dhe periudha që ka kalu. Cila kjo periudhë? Që na përgëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka me ndodh dhe ndodhia e saj është e domosdoshme, nga se hadithet në këtë tematik janë të shumta, derisa disa dietar i konsiderojnë këto hadithe mutawatira, me kuptim e jo me tekst. Do të flas dersin e ardhshëm inshallah çka nuk kupton hadithe mutawatira me kuptim e jo me tekst, dhe si përgënjështrojnë apo i kanë përgënjështru disa dietar dhe nuk e kanë besu se ardhja e Mehdiut është pjesë e besimit to. Shumë hadithe, shumë libra hasmi me titullin El Mehdiu Muntadhar, Mehdiu i paraprit, Mehdiu i cili prit, dallimi mes ehli sunnetit dhe xhamatit dhe shiave, rafidhave është këtë, se ne besojmë ardhjen e Mehdiut, siç ta ka paralajmëru pejgamberi Allahut, po nuk e pres. Çka do me thonë nuk e pres? Do me thonë na veprojmë me dinin e Allahut, e zbatojmë librin e Allahut, përpiqemi që me bon drejtësi dhe me arrit drejtësia rrezullin tokësor, përpiqemi me përhap islamin dhe nuk rrim kokër shpinës duke e prit Mehdiut. Thash për fat keq gabim tekstual që dhe të disa dietar e ahli sunnetit apo komente për kthime në gjuhën shqipe, kur e përthen Mehdiun thot Mehdiu i parapritur,
kurse i para pritur i hash vetëm të shijat që pretendojnë dhe mendojnë se ka hi me një shpellë të Samoras në Irak. Dhe për çdo ditë dalin para derës dhe thot dil se jevanu jemi duke të prit. Për çka jemi duke prit? Ta mush ruzullin të këson me drejtësi, si që mush me zullum. Do qobi pak më vonë, se Mehdiu kur vjen në atë kohë, a do ketë shtet islam dhe khilafet, apo nuk do të ketë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që na ka nxjerr Imam Hakimin Mustadrekun e tij, nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, do të del Mehdiu në fund të ummetit tim, yasqihi Allahu al-ghayth, Allahu azza wa jall i ben pikat e shiut, pra bjen shi me bollok, wa tukhriju al-ardu nabataha, dhe toka e jep bereqetin e vet, wa yu'ti al-mala sahahan, dhe pasuria ndat me barazi dhe me drejtësi, wa takthuru al-mashiyah, shton baktit, wa ta'dhumu al-ummah, gjithashtu shtot dhe smadhot ummeti, wa ya'ishu 7 au 8, dhe ki jeton 7 vite apo 8 vite në këtë hadith si që ka ardhur. Gjithashtu transmeton Imam Ahmedi Ebu Jala, Ibn Hibbani dhe Imam Hakimi, për këtë hadith shot që i Albani se hadith janë shi vërtet. Nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tamtali al-ardu dhulman wa udwan. Nuk bëhet kiamet derisa të përmbushet toka me padrejtësi dhe zullum dhe armiqësi. Qala thumma yakhruju rajulun min itrati. Pastaj del një njeri prej fisit tim, prej familjes tim. A din prej kujt del? Del prej ardhen e ka prej vajzës e pejgamberit Allahut, Fatimës. Fatimja, si që kemi thonë, se i ka pas disa fëmijë, prej fëmijëve Hasanin dhe Husein. Dhe Mehdiu që e ka prej ardhjen, si pas besimit ehli sunnetit dhe xhamatit, e ka prej ardhjen prej Hasanit, e jo prej Huseinit, si që pretendojnë shijat rawafidat, që i thojnë ka me dal një njeri me emnin Muhammed i biri Abdullah el Askeriut. Nuk është e vërtet? Po ai cili do të vjen e ka emnin Muhammed i biri Abdullahut, mre prej ardhe prej Hasanit, djalit të Fatimës, pra prej fisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim na jep neve një dobi në këtë rast dhe thot, ku është hikmeti dhe urtësia që Allahu azza wa jall ta zgjedh Mehdiun prej fisit të pejgamberit Allahut, prej Hasanit në veçanti, e jo prej Husein. A ju kujtohet nderset para Ramazanit, tham se pas Ali ibn Abi Talib e zgjodhen Hasanin khalif. Pas 6 muajve, Hasani për Allahun azza wa jall e dorëzon khilafetin, ja dorëzon Muavijës, pra vitin 40 të Hijrit, apo 41 saksisht të Hijritit në Rabiul Awwal, ja dorëzon khilafetin kujt? Muavijës për kënd, për Allahun azza wa jall. Këtë mirësi që e ka bo Hasani, thot Ibn Qayyim, Allahu nuk e ka harru, do t'ja kompenzon Hasanit kustërnipin e ti, do t'a bën khalife në akhiri zaman. Pra Allahu azza wa jall ashekur, pra ema të tive falemderus. Pra Allahu falemderon çdo kënd që e bën një punë për Allah. Hasani e pajtoj ummetin, zhdripi pej postit, e shkarkoj vetën, ja dorëzoj khilafetin Muavijës. Ai cili e dorëzon dhe jep diçka për Allah, asi kur me ja dorëzu vetë vetës, ja praven koha ku Imam Mehdiu
Muhammed i biri Abdullah, nipi Hasanit, bëhet khalife 7 vjet i muslimanëve, që e përmbush tokën me drejtësi si që është përmbush me zullum. Ibn Qayyim thot Allahu Azza wa Jall, këtë e ban edhe pse e dim se Isa ibn Merjemi zbrit në kohën e Mehdiut duke qenë gjallë Mehdiu. Megjithatë Allahu Azza wa Jall në shenjë respekti dhe mirënjohje, në shenjë falënderimit e ka zgjodh nipin e Hasanit që ta ban khalifet muslimanëve dhe të zhvillon disa betejë dhe ta përmbush tokën me drejtësi, shenjë respekti të bostërgjishit të tij që e ka dorëzu khilafetin për Allahun Azza wa Jall. Pra besimi ardhjes së Mehdiut se është nipi Hasanit, a pjesë e besimit ton. Pra i cili nuk e beson ardhjen e Mehdiut, dishohet në besimin e tij, për çka se hadithe të shumta të pejgamberit Allahut kanë ardhur këtë tematik, dhe prej besimit është me besu se e përmbush dënjon me drejtësi, si që është përmbush me zullum. Pra ndëgjoj këtë hadith të Ebu Daudit dhe Imam Hakimit, se a ke dëshirë me ditë nëse ti takohesh me këtë njeri çfarë forme ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë mirë e ka ditë dhe e ka njohur, dhe atë mirë është njoftu për ardhjen e Mehdiut, derisa na ka tregu cilësit e Mehdiut të këtij burri që ka ardhur. Për shka po i përmendim këtë cilësi, nga se do të shohim në dersën e ardhshëm se sa njerëz kanë dalë dhe kanë pretenduar se Mehdiu, disa fasika prej tyre që kanë dashur ta shfrytëzojnë këto hadithe të pejgamberit Allahut, disa të sëngjer, siç ndodhia e cila ka ndodhur në Qabe, ku është der gjaki në Qabe, është marrë në përkom vendi i shenjtë në Arabinë Saudite, sprova e fundit që ka dalë me Gjohejmanin që e dinin ndodhin e ti, pra para se të mashtrohen dhe manipulohen njerëzit, na ka ardhur suneti pejgamberit Allahut i qartë. Kur e dim se Mehdiu ka dalë, dhe kur e dim saktësisht se ai njeri është ai që ka paralajmëruar pejgamberi Allahut, dhe na ka porosit që me shku me ja dhon besatimin, edhe nëse smuni për ndryshe, ka thonë pejgamberi Allahut, edhe nëse ju imponohet, nuk muni ndryshe me arrit të ai vetëm zhagza në përbor, shkoni dhe jepni një besatim. Pra e kemi obligim dhe vajib që japni besatimin këtij njeriu që del në ahiri zaman. Dhe në atë kohë që e sprovuan para disa vite në Arabinë Saudite për Muhammed ibn Abdullahut prej fisit Kahtani, që 40 njerëz e pa në ëndër se aja është Mehdiu, edhe u der gjaku në Qabe dhe nuk ndodhi, nuk ish ai Mehdiu. Në tregon një hoqë që e quajnë Muhammed Ismail Muqaddem, tha ismi me Sheikh Albanin dijavë para se me ndodhë kjo sprovë në Qabe, dhe i folken këtë tematik parë që ja parashtron pyetjen dhe i thënë ja Sheikh, po flitet se Imam Mehdiu ka ardhur koha me do. Tha Sheikh Albani, sqaronte dhe tha nuk e shoh se koha e Mehdiut është tash. Pse nuk e shifte Sheikh Albani se koha e Mehdiut nuk është tash, nga se e njifte sunetin e pejgamberit Allahut mirë, dhe nuk mirët masimet prej ëndrave, po mirën masimet prej shkandrave që pejgamberi Allahut na ka njoftu. Pa pejgamberi Allahut na këtë hadith na njofton dhe thot el Mehdiu minni, pra Mehdiu se pari është prej fisit tim, si që thëmë prej Hasanit, ajlal jabha, ta ballin e ka të gjonë. Ka thonë dietarët e hadithit se Imam Mehdiu të fillim këtu ka balli, i ka në raf logë, para ta e ka ballin e gjonë, eknal enf, dhe ka hunën e gjatë me moj. Imam Mehdiu është i tillë si që ka onë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një rivajet qëtër për shkuat Imam Mehdiu se ka mjekrën e shpesh dhe të modh,
Imam Mehdiu as nuk ka i madh, as nuk ka i ul. Përshkuan disa rivajete se atë ditë që del Imam Mehdiu është në moshën 40 vjeçar. Dhe ai nuk e din se është Imam Mehdi. Ku jeton Imam Mehdiu? Ku i kalon 40 vite? Nuk ka hadith të vërtet të sakt. Nuk ka hadith të vërtet të sakt se ku lindi Imam Mehdiu, ku jeton këta, po ka hadithe të vërtet se prej ku del dhe si del, se bzi i pët besatim Imam Mehdiu. Imam Mehdiu, si që thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith thot, e mush tokën me drejtësi në atë kohë që është mbush toka me padrejtësi. Pra kur po dil ka Imam Mehdiu? Imam Mehdiu del në kohën kur është mbush të ruzulli toksor me padrejtësi. Imam Mehdiu në atë kohë del, derisa ka anë një hadith të pejgamberit Allah, Imam Mehdiu del ditën kur të vdes një khalife apo një mbret. Dhe 3 fëmijët e 3 mbretave zhvillojnë luft njani me tjetrin cili me u bë mbret. Dhe zhvillimin luftën e zhvillojnë pra një kenzit, pra një thesarit të altanit. Ka thonë disa djetarë, kjo luft e cila zhvillot është në qabë, nga thesari ma i shtrejnë është dera e qabës që është krejt altan. Dera e qabës që i ka disa kilogram, disa qindra kilogram me altan. Do me thonë zhvillimin mos marveshjen, tentojnë që cili prej atinve që të bëhet mbret në vendin e babës e tyre. Në atë kohë del Mehdiu, i cili del prej Medinës, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, del prej Medinës hik në qapë. Nga se Medinja në atë kohë është e rrethaku, ndoshta për shkak mos marrëveshjeve të këtyre 3 fëmijëve të mbretave, secili tenton të bëhet mbret, ki njeri thjesht dhe nuk e din fare se është Mehdi, del prej Medinës. Pra ta disa rivajete thojnë se kith gjithashtu ka jetu dhe ka lind në Medinë, na nuk mujnë me prej këta se posedojmë argument të vërtet. Qka posedojmë të vërtet? Atë që posedojmë të vërtetën jam duke të regu. Pra e braktis Medinën shkon në Mekë. Shkon në Mekë. Strehot në Mekë. Pasi që strehot në Mekë, njerëz e nxorrin prej shtëpis dhe ja imponojnë mu bon khalif. Edhe pse ai nuk e din vetën se është i aftë për khalife, pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu e pregadit për një natë. Për çka e pregadit? Komentin e këtij hadithi se Allahu e përmison për një natë, komenti i parë, e pregadit Allahu për khalife për një çast, për një natë. A çuditshëm? Sa çuditshëm. Omer ibn Khattabi radiallahu an ka qenë armiku i muslimanëve dhe islam. Për një qast Allahu e ka bon dim të muslimanëve dhe islam. Derisa pejgamberi Allahut ka thonë, ja Omer, nuk e merr ti një rrugë, vetëm shejtani e lën atë rrugë ik piti. Kush e pregaditi Omer? Ai që e ka pregadit Omerin, e pregadit dhe Imam Mehdiun Muhammed ibn Abdullahun. Pra kjo është shenja tjetër që Imam Mehdiu nuk lip të bëhet krijetar. Nuk kërkon që bëhet khalif. Njerëz ja imponojnë mu bëhet khalif. Ja japin besatimin ku në qapë. E ka përshkujt pejgamberi Allah, cilin vend do tjetë Muhammed i biri Abdullah. Nga se një hadith pejgamberit ka thonë, do të vend një njeri prej familjes time, emri e ti janë sikur emri im, emri babës ti janë sikur emri babës tim. Kja Muhammed i biri Abdullah. Tha Muhammed i biri Abdullahut, kur që japin besatimin, pasi që të derdhë gjak në Mina, bat luft për më bon khalife, aja strehu në qap,
nuk preferon dhe nuk lip që të bëhet khalife, vin njerëzit dhe ja japin besatimin, duke qenë ai te guri zi Qabës, pra mes mekamit Ibrahim dhe Ruknul Yemen, në këtë vend gjendet Muhammed i biri Abdullah. Ja japin njerëz, sa do të jenë njerëz fillimit që japin besatim? Kush do të jenë këto njerëz që ja japin besatim? Po përpiqen të mbledhë hadithet e pejgamberit Allah që flasin këtë tematik. Dini rivayet është se numri i muslimanëve që ja japin besatimin si khalife, tha nuk ja te kalon numrin e shokëve të pejgamberit Allahu që kanë prezantuar luftën e Bedrit, pra 314 afërsisht. Dhe do të jenë të dopt që s'kan mundësi me mbrojt Muhammed i biri Abdullahun, dhe këto do të jenë të strehua në qafë. Pastaj vijon shenja me rëndësi, që përderisa nuk del kjo shenjë, ndorsa nuk e kena obligim në me shku me jadhon besatim, pra mojen men këtë shenjë, e cila a finale në aspektin e besatimit të Imam Mehdiu. Kur ndëgjojnë këto mbretët zullumqarë, që si cili prej ti lufton të bëhet khalife, ndëgjojnë se një njeri në Qabë është treu në Qabë, ka dalë dhe besatimin ati ja kanë dhonë khalife valë, qka kanë me bëhet ato? Që do mërmejnë? Për po se me i shpall luft. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do tjetë një ushtri në një rëethët që vjen prej Shamit, e pregaditur me ushtri për ta luftu Muhammed i biri Abdullahun, pra Imam Mehdiu. Ku për ta luftu? Për ta luftu në Qabë. Thot pejgamberi Allahut, feidhahum bil bejdai min al ard, ku qenë me një vend shkretim, thot, trafsh, yukhsafu bi awwalihim wa akhirim, i shafit toka krejt ushtri. Kjo është shenja kryesore të Imam Mehdiu. Këtë nishë se janë shafit një ushtri për ta luftu Muhammed i biri Abdullahun, dije saksisht se kja është Imam Mehdiu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shafit toka të gjithë, përveç një apo dy. Pse një apo dy? Për me i dhonë interviz gazetarve se çka ka ndodhur me ushtrinë që ka tentu ta lufton Muhammed i biri Abdullah. Muhammed i biri Abdullah të strehuar në vendin e shenjë, ku Allahu azza wa jall Qabën e ka rujt për Ebras, Qabja do tjetë vend strehimit të Imam Mehdiut, kohën e daljes ati me pakicën e dop muslimanve. Allahu azza wa jall i shafit të gjithë. Aisha radiallahu ta'ala anha tha, ja Rasulallah, i shafit prej të parin deri të mëramin, wa fihim aswaquhum, në ta ka treg, do me thonë mesin e atinve, ka fshatar që jetojnë në ato vende, ka njerëz që nuk kanë dalën me luftu Imam Mehdiun, po kanë dalë për t'ja dhonë besën Imam Mehdiun. Çka ndodh me to? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shafit toka të gjithë, pastaj ringjallën ditën e gjykimit sipas niyetit si cili prej atyre. Për çka e ka pas niyet? E ka pas niyet me luftu Muhammed ibn Abdullah Imam Mehdiun. Tha ringjallët sipas niyetit të tij. Ai i cili ka dalë mu vërtetu, thot fi mustabsir. Mesin e tyrve ka njeriu që ka dalë mi bën hetimet se kanë dëgju se një njeri ka dalë në Qabë dhe pretendon se është Imam Mehdiu. Pra Imam Mehdiu kur i bëhet e qartë sa është Imam Mehdiu, pasi që japin besatimin, e në veçanti pasi t'i shafit tokat pari dhe të mëramin, bindet se aja është Imam Mehdiu, që ka paralajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka me anë një njeri prej familjes time e quajtur Muhammed i biri Abdullah, ku misioni ti është të hek zullumin,
ta ndriçon në rozëllin toksor, ta mush me drejtësi. Si që e mush? Me drejtësi do të shohmi pak ma vo. Si arrin Imam Mehdiu ta mbush dënjan me drejtësi, si që a mush me zullum. Pasi që vitet kjo ushtri, vin grupe të mëdha prej lindjes, pra prej Irakit, deri sa kanë ardhur disa transmetime me flamura të zi, vin prej Irakit dhe ja japin besatimin Muhammed i biri Abdullahut, Imam Mehdiut, deri sa bëhet një ushtri e madhe. Në Qabë, në kokë me Imam Mehdiu, luftën e parë që ka me zhvillu Imam Mehdiu është lufta me persianët. Si që ka parlajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do qovmi ma vonë se pse kinezët nuk përmenën kërkun. Ku janë qifutët jahudit që nuk përmenët në kohën e Imam Mehdiut, pse, ku janë këto? Dhe ku janë kinezët të cilët ja kanë të i kalu miliard? Mendoj së përgjigjes e kësaj, do t'i përgjigjemi kur do të flasmi për shenjët e vogla të kiametit, ku musliman do të bojnë paq me Evropian dhe Amerikan. Saktësisht me Beni Esfer, pra këto janë Evropian, po dhe Amerikan janë Beni Esfer. Pse do të bojnë atë paq deri kur do të vazhdon, thot pejgamberi Allahut, për ta luftu armikun e tretë, armikun e përbashk të Evropianëve, të muslimanëve dhe Amerikanëve. Kur do të prishet paqja, do të flasmi shenjët e vogla të kiametit, si që ka arë në hadithet e pejgamberit Allahut, si kurse na sot mi pa këto ngjarje që na ndodhin pranë këmbëve tonë, pra shenjët e kiametit, na i shtojnë bindjen se pejgamberi Allahut nuk ka fol prej vetës e ti, po ka qenë i dërguar prej anës Allahut azza wa jall. Pra do t'i lufton Imam Mehdiu persiant fillimisht, e pasi që ta krin luftat dhe betejat të cilët do t'i zhvillon Imam Mehdiu, pra do t'a lufton ushtrin e gadishullit arabik, si transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi, Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, nga Nafi ibn Utbah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, taghzuna jazirat al-arab, keni për ta luftu gadishullin arabik. Me lexu fillimisht këtë hadith dhe mos më di ngjarje të si. Kush ka me luftu gadishullin arabik? Gadishullin arabik do ta lufton Imam Mehdiu me ushtrinë e tij. Pra, qeverit arabe bashkohore apo në kohën e tij do të pasojnë disfat, pasi që do t'i shafit tokë. Pas asaj, kush ngel? Me radh ngelin persian. Thot pejgamberi Allah, thumme Faris, pasaj do të luftoni me persian. Fejaftahu Allah, Allahu azza wa jall ju ndihmon dhe çlironi. Thumme taghzuna Rum, pasaj do t'i luftoni romakët, që është për qëllim evropianët. Thumme taghzuna Rum, pasaj do të luftoni me romakët. Fejaftahu Allah, Allahu do t'ju ndihmon, do t'i çlironi vendin. Thumme taghzuna Dajjal, pasaj do t'a luftoni Dajjalin. Fejaftahu Allah, dhe Allahu do t'ju ndihmon, do t'i çlironi. Pra persianët pas persianëve, shkurtimisht pibi për shkak se në detajen, pejgamberi Allahu na ka tregu ku në cëllin vend keni me luftu. Si keni me luftu, sa lufta ka me zjat, sa ka në mumit, kush ka me fitu. Pas luftimit të persianëve, mendohet se musliman në këtë kohën periudhë janë në paq me Evropian. Ko Evropian do të prezentojnë në Sirinë e sotme me një vend të quajtun Dabik. Pra Evropian, romakët,
do të jenë me një vend të Siris. Gjithashtu musliman qendrën do të kenë në skajnë të Damaskut në vendin e quajtur Ghuta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëru dhe na ka para lajmëru. Vendin do të jetë në Ghuta. Ushtria muslimanëve me Mehdiun, ushtria europianëve të cilët kanë morë pjesë në luftimin e armikut të përbashkët, do të stacionohet në skajnë të qytetit Haleb të Sirisë të sotshme. Fillimi i luftës do qetë pasi që muslimanët Allahu do t'i ndihmon dhe do të fitojnë. Ngritët një jo muslimant e ngren kryqin dhe thot i lumë se fitoj kryq. Do të ngritët një muslimant dhe thot jo kryqi, po Allahu azze wa gjell në ka ndimu. Dhe do të thënë kryqin, ngritën dhe emisin muslimonin, ngritën një grupi muslimantve i kundër vjet pa prishet paq. Këtë moment, këtë qas prishet paqa, i misin këta musliman dhe fillon lufta që është përshujtën lufta beteja ma e madhe. Ndërsa ata që keni lexu për herë me Gjidun, prallat e qifutëve nuk kanë që vërtet. Po inshallah do të ndalmu edhe me ata, do të flasmi që qka e kanë për qëllim dhe si e përshkujnë ato. Pra thot pejgamberi Allahu, dita e para është lufta e ashpër, po kaloj së shpejt për shka kohës, luft dita e dytë gjithashtu dhe dita e tretë. Ditën e katër do të arrin një ushtri prej Medinës, qytetit të pejgamberit Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushtria më e mirë në rrezullin toksor, njerëz më të mirë në rrezullin toksor arrin prej Medinës. Dhe romakët do të thojnë na leni neve me to, të luftoj me to. Pra cina shkaku i luftës? Shkaku i luftës, si që e përshkujnë djetarët rreth komenteve të haditheve të pejgamberit Allah, është se shumica evropianëve, në gjuhën bashkohore dhe amerikanëve, do të kalojnë në islam, të cilën do të shkojnë, do t'ja japin besatimit Imam Mehdiu. Dhe romakët do të thojnë, na lini neve me ato tonë që i kanë ardhur të ju. Thojnë muslimant dhe ushtria e Medinës, asesi vëllah, nuk i dorëzojmë vllaznit e tonë dhe nuk i lëm pas dore me ja dorëzu vllaznit e tonë. Nëse vdesmi na bashkë me to, nëse ngadhnjejmë, do të ngadhnjejmë bashkë me to. Pra dita e katër e betejës së madhe e zhvilluar në Haleb të Siris, atë dita e fitores që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushtria do të ndahet në 3 pjesë. Një pjesë Allahu azza wa jall, një të tretës ja fal kur, një pjesë një e tretë Allahu i merr shahida, pa vdesin shumë musliman në këtë betejë, si që vdesin shumë jo musliman gjithashtu në këtë betejë, dhe një treta nga dhënjim. Një treta nga dhënjim fiton dhe shkon pas romakëve deri sa të arrin Stamboll. Dhe këto ditë do të çlirohet Stamboll. A nuk është çliru Stamboll? Stambolli është çliru me çlirimin e Muhammed Fatius ditë, dhe Allahu e shpërblev për çlirimin e Stambollit. Ka në disa hadithe, edhe pse këto hadithe kanë ndryshuar mendimi dietarëve se janë të vërteta, po pejgamberi Allah çlirimin e parë e ka përgëzu mirë, po për çlirimin e dytë pejgamberi Allah ka tregu. Ka thonë, a keni ndëgju për një qytet që është në formë të trekonçit, di anë në ujë dhe një anë në dhe? Thanë, po ja Rasulullah, kemi ndëgju për qytetit e Konstantinës. Në atë kohë qënte qyteti Bizantian. Pastaj kur e ndërtoi ai këtë qytet me kalan e njërë të Stambollit, ja ndroi emrin
edhe e martojnë me Konstantinopol. A keni ndëgju për ta? Thanë po ja Rasulullah, tha ki qitet ka mu qliru me tekbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, tha qlirohet një anë e ujit. Tha Allahu Akbar, la ilaha illallah, qlirohet anë e dheut. Dhe prap tekbirin e tret, qlirohet anë e tret e Stambolit, ko në ta shumica prej ushtarëve, thot pejgamberi Allah, do të jenë prej Beni Ishaq, pra jo Arab. Ndoshta kanë mundësi me qenë në ushtrin e Tirnëve dhe Shqiptar, pasi që në ushtrin e çlirimit Stambollit do të ketë evropian më shumë musliman. Pse çlirohet Stambolli me tekbir? Ose njoni pyet dhe thot pse Stambolli është i robrum? Stambolli a nuk është i çlirum? Thot pejgamberi Allah, do çlirohet Stambol dhe pastaj do çlirohet Roma. Kone pejgamberit Allah ka thonë Roma. Ka thonë ja Rasul Allah, cëlli qitet do çlirohet i pari? Ka thonë qiteti Konstantinopolës, pra Stambol. Pastaj vijon Roma. Ta përderisa e çlirojnë Stambollin si duket hadithet pejgamberit Allah, se Stambolli ka më robru edhe nëse s'ash i robru. Edhe pse me ardhjen e Ataturkit dhe rrëzimit khilafetit konsiderohet Stambolli i robru, nga se pas çlirimit Muhammed Fatiot kam bizotëru sheriati, gjikimi fjalës Allah dhe fjalës pejgamberit Allah. Vitin 1924 rënohet khilafeti, robërohet Stambol. Tha ato të cilët do t'jenë çlirues, do t'jenë shumica deri në rivajet thot 70.000 musliman jo arab, prej fisit Beni Ishaq, do t'a çlirojnë Stambollin. Pse me tekbira? Stambolli çlirohet me tekbir, si që kanë thonë dietarë, në shenjë shpërblimi prej anës Allah, për shkak betejës së madhe musliman që e kanë pasën në Siri. Pra Allah Azza wa Jall i shpërblen musliman për shkak sprovës të madhe, betejës të papërshkrume e zhvilluar në Siri. Si do të fillon, pse do të fillon embargo që do t'i ndonë Sirijës edhe Irakut, si që ka para lajmëru pejgamberi Allahut, para tonë disa dietar para rrëzimit regjimit Saddam Huseinit, e përshkujtën Saddamin se do qetë ai që ka me rënu Qabën, përshka se ka thonë pejgamberi Allahut, që ka me ndoni një zaman ka me ardhë që embargo ka me ju vu Irakit. Edhe atë kohë e kishin embargo. Pa ata mas i embargo njënu Irakit, kush do qetë ai që do të rënon Qabën, do qetë Saddam Huseini. Dhe e filluan me përshkujt Saddamin, si që ka përshkujt pejgamberi Allahut. Atë petopis që ka me rënu Qabën, mirë po ne nuk e përcaktojmë hadithet e pejgamberit Allahut, përderisa nuk ndodh në atë mënyrë si që ka pala imru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka mendonim? Tha ku të vejnë në një zaman që embargon kanë me javu Siris, s'ka mundësi as 1 kilogram ushqim me depërtu në Siri. Në Biladu Sham, ato në vendet e Sham. Pra e përfshin Shami as Siria, Jordani, Palestina dhe Liban. Këto janë vendet e Sham. Tha çka mendonim? Kur do t'i izolojnë Shamin dhe nuk do të deporton në to as ushqim, as ilaç. Në qatë kohë tha ven Imam Mehdiu. Pra gjithashtu është kjo prej shenja se Imam Mehdiu gjithashtu në atë kohë del. Pra pasi që çlirohet Stambolli, tha përderisa janë duke i mbledh plaçkat e luftës, ndëgjohet një zonë. Zoni kujt? Kush bërtet dhe qka bërtet? Zoni shejton. Shejtoni bërtet dhe thot,
jo jeni duke i mbledh plaçkat e luftës, e i keni lënë anëtarët e familjes shtëpitë juaja, a Dejjalli ka dal, a ju anëtarët e familjes i keni lënë pas dorë, i lënë plaçkat e luftës, kthehen në shtëpi, edhe e shofin se nuk ka dal ende Dejjalli, po shejtani i ka rrejt musliman, thot pejgamberi Allahut pas një kohë të shkurt del Dejjalli. Kjo është një rivajet që transmetohet. Në një rivajet thojnë se musliman pasi ta çlirojnë Stambollin, e çlirojnë dhe Romën. Kur djan duke i mbledh plaçkat e Romës, e ndëgjojnë një zon prej shejtanit, i varrin shpatat në pemë. Pra lufta në atë kohë do të fillohet me shpatë. Pse dhe si dhe qish, do të lëmë gjithashtu në dersët e ardhshme, që do të flasmi në mënyrë detaj, kohën ku të flasme për çlirimin e Stambollit dhe Romës. Për këtë arsye nuk do të detalizohemi në këtë ngjarje, tha musliman në atë kohë do të kthehen shtëpitë e tyre, do të vërejnë se shejtani mallkuar i ka mashtruar musliman që mos morin diç prej plaçkave të luftës, po pas një kohë frikë del. Në një rivajet thot se në këtë kohë do të çlirohet dhe India. Po mirë, sa do të dose këtë kjo? Çlirimi Persis, fitoria e Romagëve, çlirimi Stambollit dhe Romës dhe Indis. Pra nuk janë këto këtë vende që e përfaqësojnë në atë kohë botën në rrezullin toksor, i mbushur me plot pa drejtësi, e arrin Imam Mehdiu të çliron krejt këto dhe të mbush rrezullin toksor me drejtësi. Një rivajet thot këtë kjo zgjat 7 muaj. Këtë kjo që e përmen, sa zgjat 7 muaj. Në një tjetër rivajet përshkruhet dhe thot kjo zgjat 2 vit. Pra Imam Mehdiu sa ka me qëndru si khalife në rrezullin toksor, e kanë pyet pejgamberin Allahut sa ka me qëndru, ka thonë 7 apo 8 më së shumti 9. 7 apo 8 më së shumti 9. Ka thonë çka ja Rasul Allah, 7 apo 8 më së shumti 9, ka thonë vit. Ka thonë vite. Pa Imam Mehdiu si khalife do të qëndron 7, 8 apo 9. Ku do kenë pastaj musliman pas lirimit të këtyre vende, ku do të qetë qendra e khilafetit, ose para kësaj kohe, qendra e khilafetit, kryeqyteti i khilafetit do të jetë në Quds i Sharif. Në Quds. Në Quds do të jetë qendra e khilafetit të ardhshëm. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ndërtimi apo fitoria e Qudzit apo ndërtimi i Qudzit është rënimi i Yathribit. Rënohet Medinë. Si rënohet Medinja, si braktiset Medinja, në çfarë kohën e Dejjallit përpara apo pas, si ka thonë pejgamberi Allahut, hin njerëz Medinë nuk gjejnë në ta vetëm e gërësia. Braktisja thot e Medinës, shkatrimi i Medinës, ndërtimi Qudzit, beteja e tmerrshme, çlirimi Stambollit, dalja Dejjallit. Pra këtë kohë del Dejjalli. Ko musliman qendrën kryesore të khilafetit të tyre do të kenë Quds. Ku janë kinezë? Pse Imam Mehdiu nuk i lufton kinezë? Ku janë japonezët? Ku janë rusët? Ku janë në atë kohë? Dhe ku janë jehudët, qifutët, që nuk përçkohet Imam Mehdiu që hin luft me jehudët, vetëm kohën e Dejjallit?
do të shohmë inshallah në dersin e ardhshëm se ku kanë hub këto njerëz dhe pse Imam Mehdiu nuk ka luftu me to, dhe Imam Mehdiu kur të vjen, a vjen e gjen umetin në këtë mënyrë, apo do të mbi këmbët, do të rikthehet khilafeti para ardhjes së Mehdiut. Nëse vjen khilafeti para ardhjes së Mehdiut, atëherë çdo bi ka ardhje Mehdiut, dhe cili janë qëndrimi e Ahlusunnetit ndaj atyre që nuk e besojnë ardhjen e Mehdiut. Këtë për këto inshallah do të përpiqemi që të përgjigjemi në dersën e ardhshëm, nëse Allahu Azza wa Jall e ka bën kader dhe nëse imri ban sabër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.